Këngëtarja me famë botërore dhuron $1 milion. Këngëtarja e famshme Taylor Swift vazhdon të frymëzojë me bujarinë dhe përkushtimin e saj ndaj të tjerëve. Superylli i popit njoftoi së fundmi se ka dhuruar $1 milion për 2 organizata që i ka shumë për zemër: Feeding America dhe American Heart Association, në ndër të babait të saj Scott Swift. Jemi jashtëzakonisht mirënjohës për donacionin prej $1 milion. Shkroi CEO i organizatës, një nga më të mëdhat jo fitimprurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që lufton urinë. Gjatë kësaj periudhe festash, mbështetja e saj e vazhdueshme dërgon një mesazh të fuqishëm për ata që mund të arrijnë kur bashkohemi për t'i dhënë fund urisë. Kur bashkojmë forcat me ata që përballen me mungesën e ushqimit, mund të sigurojmë që familjet të kenë tryeza të mbushura gjatë festave dhe në të ardhmen, shtoi ajo, në një njoftim të veçantë. American Heart Association bëri të ditur se këngëtarja ka dhuruar $1 milion në nder të babait të saj Scott Swift. Taylor Swift kishte folur më herët për përvojën e babait të saj me problemet kardiovaskulare gjatë paraqitjes së saj të parë në podcastin të fejuarit të saj në muajin gusht, duke zbuluar se ai u nështrua një operacioni në zemër gjatë verës. Në deklaratën e saj, CEO i AHA-s, Nancy Brown, theksoi se donacioni i Swift do të krijojë një ndryshim të qëndrueshëm që shkon përtej vlerës financiare. Përvoja e familjes së saj me sëmundjet kardiovaskulare është shumë e zakonshme, pasi pothuajse gjysma e të rriturve amerikan preken prej tyre, tha Brown. Angazhimi i saj për të mbështetur babain dhe për të rritur ndërgjegjësimin për nevojën që njerëzit kujdesen për shëndetin e zemrës, të forcojnë masat parandaluese dhe të përmirësojnë faktorët e rrezikut që mund të kontrollohen, duke ndihmuar në fund më shumë njerëz të jetojnë më gjatë dhe më të shëndetshëm. Donacionet e Taylor Swift para festave janë vetëm shembulli më i fundit i bujarisë së saj afatgjatë, e cila përfshin $1 milion të dhuruar për ndihmë në raste fatkeqësisht, programe arsimore dhe iniciativa të tjera. Gjatë turneut të saj të suksesshëm Eras Tour në vitin 2023, ajo bëri gjithashtu donacione për banka ushqimore paralelisht me koncertet e saj në mbarvendin. Së fundmi në serinë dokumentare End of an Era, Swift zbuloi se kishte vendosur të risë bonuset për stafin e turneut Eras Tour, pasi turneu theu rekorde ndërkombëtare dhe gjeneroi mbi $2 miliard nga shitja e biletave. Këta njerëz punojnë jashtëzakonisht fort dhe janë më të mirët në atë që bëjnë, u shpreh ajo për bashkëpunëtorët e saj.